Këtë dielën, me 11 janar, bashkë me ekipin e televizionit Bojnë, vizituam Koritën, zonën malore turistike të komunës së Tuzit. Korita shtrihet në një hapësirë kudrinore dhe malore vetëm 35 km nga Tuzi, një parajsë toksore e rrëthuar nga pyje dhe lugina të gjëra, ku ajri është i pastër dhe natyra duket më afër njeriut. Ky vend malor ruan një bukuri të veçantë që ndryshon me stinët, por gjithmonë mbetet mbreslënse dhe e dashur për të gjithë vizitorët, veçanërisht gjatë fundjavës, ku qytetarë të shumt duan të kalojnë një ditë ndryshe në shoqëri familjare ose me miqt. Gjatë stinës së dimrit, Korita merr një pamje krejt tjetër. Bora mbulon kodrat, malet dhe rrugët, duke shndërruar këtë vend në një destinacion tërheqës dimëror. Pamja e bardhë, e pastër dhe e qetë të jep ndjesinë e një bote larg zhurmës dhe ritmit të shpejtë të përditshmërisë. Pamjet nga ajri dhe kamera me lartësi të ndryshme tregojnë bukurinë e këtyre bjeshkëve krenare, pyje të mbuluara me borë, shtëpi të shpërndara mes natyrës dhe rrugë malore që gjarpërojnë mes peizazhit dimëror. Dimri në Koritë është edhe një kohë gëzimi për më të vegjëlit. Fëmijët shfrytëzojnë çdo moment për të luajtur me borë, buzëqeshja dhe hareja e tyre teksa rrëshqasin dhe luajnë së bashku, i jep akoma më shumë gjallëri dhe argëtim peizazhit të qetë të dimrit. Ky vend piktoresk mund të krahasohet me një pikturë të gjallë natyrore, ku dimri e vesh me të bardha, ndërsa vera e mbulon me gjelbërim. Një vend që nuk tërheq vetëm me pamjen, por edhe me ndjesinë që lë tek çdo vizitor, një thesar i qetë i komunës së Tuzit.
Për të folur më shumë rreth kësaj zone dhe potencialit turistik që mbart, ne intervistuam zotin Dednik Prelaj, i cili posedon pronën e tij që shërben si një oazë pushimi përgjatë sezoneve në Korit. Përshëndetje, me mirë se u takuam prapë në Korit, mersi keni ardhur. Korita, bjeshka e Malësisë, po i them tani, na ka njehet bardh prej boret edhe e bukur si lulja. Si lulja më e bukur ajo që vjen në kohën e predimit të pranverë. Këtu, në këtë kohë, nuk ka banor, pikrisht që jetojnë krejt dimnin këtu. Por në ditët e vikendit, kur është situata si tash që ka borë, atër shumë Malësis po dalin edhe po e shijojnë ditën në borë. Ajo ka vleftë të male, veçanarisht për të rinjt që në fushën e Tuzit nuk kanë kurkun rast me shijo borën. Vete di se Malezia është i pasur me vende që kanë borë ose me vende turistike dimnore, por Korita është ma e afra e Malësisë edhe është e Malësisë. Kjo është e jona dhe për atë arsye duhet të afirmojmë ma tepër se gjithçka tjetër. Po përsa i përket pastrimit të rrugëve në mënyrë që automjetet të dalin në mënyrë sa më të rehatshme këtu në Korit dhe të shijojnë borën, si është gjendja e rrugëve? 2 vitit e fundit praktikisht as nuk ka pas borë. Si mjet, kjo është, si me thonë, hera e parë që ra bora pak ma shumë, edhe si e shohim në duelme këtu deri në Korit, si e shohim këtu e kanë pastrua. Por e kanë pastrua vetëm atë rrugën kryesore, do më thonë e kanë pastrua aortën e ultimit, por nuk i kanë pastrua arteriet e Korits. Kjo rruga këtu për shembull që ka met këtu, pikrisht atje më atje është vendi ku kemi na shpinë, banin në Korit. Edhe ka shumë të bana këtu të rjeshit që janë, askush nuk mundet me kalua këta prej pastrimit. Do më thonë, kite me kanë nevoja edhe një 2 rruga këtu me i pastrua deri në fund të fshatit atje ku janë shpijat ose të banat e të rjeshanëve. Atëherë si vend turistik, atërheq vizitor edhe jashtë Malësisë, pra jashtë Tuzit, a vinë edhe vizitor të tjerë nga vendet të ndryshme që ta vizitojnë Koritën? Zona e Kuçit, se Korita është e damen mes 2 trieshit edhe të Kuçit, zona e Kuçit është ma turistike, është ma shumë e valorizuar se sa zona e trieshit. Na pikrisht këtu ende nuk e kemi atë restoranin për cilin patëm folja edhe disa vite përpara që është si nevojë e jona e Malësisë për me u takua këtu. Por kam shpresë se së shpejtit edhe ai do të realizohet, meqense se godina gati po thuaj është e përfunduame. Sa i përket Korit si zonë turistike, ajo pikrisht është në kohën e verës ma shumë e afirmuame se sa në kohën e dimnit. Në kohën e verës është i njoftun unaza e Korits, do më thonë nisja e prej Tuzit, ka Kuçi dhe ulja këtej ka Trieshi, edhe në atë kohë është të vizituame shumë me turistat huj, do më thonë që janë prej jashtë Malezi, ka prej Izraelit, ka Rus, ka prej vendeve të ndryshme të botës. Pra ju po thoni që gjatë verës është akoma më bukur dhe më shumë e frekuentuar nga turistët. Mirë, flasim pak edhe për ngricat. Si janë ngricat këto gjatë dimrit dhe sa kohë nuk shkrihet bora, le themi, parafërsisht? Tashti ka ndrua dhe këtu klima, parafërsisht me ato që është kënë disa dekada mrapan. Nuk ka ma ngricat të mlaja ashtu si janë kënë dikur, pikrisht disa vitet e fundit ke mujt krejt dimnin me dalë s'ka pas borë. Sot ka ra, temperatura sot është dikun -8 apo -10 në këtë kohë, por nëse je veshun mirë, do më thonë nuk ka ngrica s'pak, do më thonë kjo përbalohet. Ashtu që këtu kemi një familje Lekoçaj e cila pikrisht kalon shumë kohë gjatë dimnit. Ai djali është i pasionuar me Koritën edhe kam shumë të nësi që ai shijon me familjen e tij edhe me ta afërmit e tij, po thoj gati krejt kohën Koritën. Ndërsa ju, bashkë me familjen tuaj, sa shpesh e vizitoni Koritën edhe gjatë cilëve sezone e delni më shpesh? Na e kem pasion Koritën, na jem përndryshe bjeshkatar, që e më rritën në bjeshk, kem kaluar kohën në bjeshk, e shfrytëzojmë në çdo kohë kur është momenti, kur e kem mundësin, por për fat keq, sot jem aq ngarkuar nga puna që vetëm vikendet na mbesin. Vikendeve si verës ashtu dhe dimnit, pikrisht dimnit kur ka borë, se kur s'ka borë s'kem aq motiv, por kur ka borë dhe më thënë ne kalojmë në Korit. Nëse do të përmendim ndonjë sfidë pra që përballen këto vizitore, cila do të ishte ajo sfida
Mund të jetë energji elektrike apo diçka tjetër, ujë i pishëm, të gjitha këto ekzistojnë në këtë vend? Rryma elektrike pikërisht ekziston. Rruga është e asfaltuar, ujët e pishëm kryesisht gjithë e kanë, ashtu se i kanë Serrazhet, e kemi edhe Kronin, Luçit e Korricës, ashtu që pikërisht nuk ka disa probleme komunale, theme në atë mënyrë. Ajo që është për mua e rëndësishme është mos të devastojmë trevën e Korricës, se sot është punua shumë, është zënë shumë, janë mbyll rrugat, janë mbyll, por domethënë kitën vit edhe pak atë çështjen e urbanizmit me kujdesua. Mirë, atëherë dhe për së fundmi, një mesazh për të gjithë ata që kanë dëshirë ta vizitojnë këtë vend të mrekullueshëm, cili do të ishte? Gjajeni kohën, gjajeni momentin, deni në Korritë. Korrita do t'ja u kthej me siguri, mundimin e juaj t'ja u kthen në kënaqësi, se do të shijoni ajrin e pastër edhe një natyrë të paprekun. Korrita mbetet një vend ku natyra dhe njeriu bashkëveprojnë në harmoni, një hapësirë ku qetësia, tradita dhe bukuria natyrore krijojnë një atmosferë të veçantë që të fton të ndalesh dhe ta shijosh çdo çast.